Veç ajo është se njëre politik të antina. Rrava të shku po i shpër, është një maraton në Tiranë, në Ketorë, ndo. Ma madhe, të si klasë. Në e rëtume, në pasë një vishë për Prishtinë. Diskutuam për çështjet e fillimit të kuvendit me 17 të këtij muaji, sipas vendimit të presidentes. Mandej biseduam edhe për çështjet që lidhen me fazën e dytë të bisedimeve tona ndërmjet vete, mbi atë se çka nuk duhet të bëjë qeveria. Dhe ky takim që u zhvillua në lëvizjen vetëvendosje kaloi në një atmosferë konstruktive pozitive dhe po vazhdojmë me parafrimin e qëndrimeve tona. Me që rastu dakurduam që takimet tona tash të jenë edhe më të shumta, pra edhe më të shpeshta, duke përfshirë edhe ekspert e profesionist nga subjektet tona drejt dakordimeve të ardhshme, të cilat natyrisht që duhet të ndodhin para se të filloj mandati i ri i kuvendit me 17 korrik. Ne po i diskutojmë në hollësi çështjet të cilat tashmë janë propozuar sa i përket dialogut. Ne nuk jemi kundër dialogut në parim, por ne gjithsesi jemi kundër dialogut pa parime. Le të mos harrojmë që çdo dialog në fakt ka kushte. Edhe dialogu që e ka zhvilluar kryeministri në ikje dhe zëvendës kryeministrja në ikje ka qenë dialog me kushte, po ai ka qenë dialog me kushte të Serbisë. Dhe ne mendojmë që do duhej që Kosova ta ripozicionoj veten e saj në funksion të subjektivitetit, të shtetëndërtimit, të dinjitetit të qytetarëve e të Republikës së vet. Pra, ka parafrime të mëtutjeshme, por tash ka ardhur koha që të diskutojmë hollësitë dhe prandaj do të përfshijmë edhe profesionistë e ekspertë të ndryshëm, të cilët do të marrin pjesë në takimet tona të ardhshme. Padyshim që ne duhet të rrumbullaksojmë dakordimet dhe marrëveshjet tona para se shkojmë në seancën e kuvendit.